Debat i fortë mes Albës dhe Ludos. Flokët e mi kanë kushtuar 15.000 euro, një përplasje që tronditi shtëpinë. Shtëpia e Big Brother Kosova u përfshi nga një tension i jashtëzakonshëm pas një debati të ashpër mes Albës dhe Ludos. Një përplasje që nuk ishte thjesht verbale, por edhe emocionale, duke nxjerrë në pah krenarinë, vetbesimin dhe plagët e hapura mes dy banorëve. Ajo që nisi si një diskutim i zakonshëm, shumë shpejt u shndërrua në një debat të fortë që tërhoqi vëmendjen e të gjithë banorëve dhe publikut. Gjithçka shpërtheu kur Ludo bëri komente ironike dhe kritikuese ndaj pamjes së Albës, duke nënkuptuar se ajo po e përdorte pamjen e jashtme si armë brenda lojës. Alba nuk e la fjalën të kalonte pa reagim. Me zë të lartë dhe qëndrim të vendosur, ajo u ngrit përballë Ludos dhe deklaroi me krenari: "Flokët e mi kanë kushtuar 15.000 euro. Jam punë për kushtim dhe profesionalizëm. Nuk jam për t'u përqeshur nga askush." Kjo deklaratë ndezi edhe më shumë situatën. Banorët mbetën të shtangur, disa duke e mbështetur Albën për guximin dhe vetvlerësimin e saj, ndërsa të tjerë e panë këtë si një moment arrogance. Por për Albën, ky ishte një moment mbrojtjeje personale. Ajo e ndjeu se duhej të vendoste kufi dhe të tregonte se nuk lejon askënd të minimizoj përpjekjet dhe investimin që ka bërë për veten. Në mes të debatit, Alba bëri një gjest që u interpretua si mesazh force dhe mirënjohjeje. Ajo ju drejtua kamerave dhe përshëndeti Suelen, profesionisten që i kishte realizuar flokët. "Përshëndet Suelen, që ma ka bërë këtë punë me aq dashuri dhe profesionalizëm. Vetëm ajo e di sa mund dhe sa detaje ka pasur." Ky përshëndetje i dha debatit një tjetër dimension. Nuk ishte më vetëm një përplasje mes dy banorëve, por një deklaratë identiteti dhe respekti për punën e njerëzve që qëndrojnë pas pamjes. Alba tregoi se për të bukuria nuk është rastësi, por rezultati një pune serioze dhe bashkëpunimi me profesionist. Ludo, nga ana tjetër, u përpoq ta relativizonte së